Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe mëshira qofshin mbi të dërguarin e tij, Muhammedin a.s., familjen dhe shokët e tij. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Tema në të cilën kam zgjedhur të flas sot është i falimentuari i ahiretit. Allahu i madhëruar na ka bërë të qartë se jeta e kësaj bote është e përkohshme, ndërsa ahireti është i përhershëm. Fitimi dhe humbja nuk maten me pasuri, me pozit apo me famë, por me atë se si do të dalim përpara Allahut ditën e gjykimit. Kush është i falimentuar në ahiret? I falimentuar në ahiret nuk është ai njeri që nuk ka pasuri, por ai njeri që do t'i humbë sevapet e veta për shkak të hakut të njerëzve. I dërguari Allahut i pyeti shokët e tij: "A e dini kush është i falimentuar?" Ata ju përgjigjen: "I falimentuar është ai njeri që nuk ka pasuri." Ndërsa ai u aktheu: "Jo, ki nuk është falimentuari i vërtet. I falimentuari i vërtet është ai njeri i cili ka për të dalë përpara Allahut me shumë namaz, me shumë agjerim, me shumë sevape dhe haq, por ki njeri ka bërë edhe disa punë të tjera. Ai ka ofenduar dikë, ka sharë dikë tjetër, një tjetër e ka rahur, ndërsa dikujt tjetër ja ka prekur nderin, ka vrarë dikë dhe ka derdhur gjakun e dikujt tjetër. Ky fillon dhe jep borxhet e veta, por atë ditë borxhi nuk jepet me para, por me sevape. Ja jep të parit sevapet e veta, derisa e shlihen borxhin e të parit. Por ka 2, 3 apo 4 njerëz që u ka hirë në hak. Kështu vjen fundi dhe atij i mbarohen sevapet. Atëherë Zoti thot: "Merr nga gjunahet e këtyre njerëzve që u ke hirë në hak." Ai fillon dhe merr nga gjunahet e tyre, por ato i rëndohen mbi supe dhe në fund e fusin në zjarr. Ky është i falimentuari përpara Zotit. Ka ardhur me male sevapesh dhe fundi i tij është zjarri i xhehenemit. Çfarë do me thënë këto fjalë? I falimentuar është ai njeri që ka falur namaz? Po, ka falur namaz, por kur s'ka mësuar prej namazit të vetë. Ka agjeruar, por kur s'ka marrë mësim nga ky mësues i madh. Është ai njeri i cili ka qenë në haç, por kur se ka respektuar emrin haxhi. Është ai njeri i cili e quan veten musliman, e quan veten njeri të mirë, por u ka hirë në hak të tjerëve. Dhe kur fillon i lan borxhet e veta, nuk i mbetet as edhe një sevap. Përkundrazi përfundon në zjarrin e xhehenemit. Me të vërtet, imagjinojeni një njeri të falimentuar. Të vjen shumë keq për të. Por e mira e të mirave është ta pjesim veten tonë. Çfarë ka bërë ky njeri që përfundoi në zjarrin e xhehenemit? E kuptuam se ai ka falur namaz, ka agjeruar dhe ka kryer haxhin. Por ky njeri ka bërë edhe disa punë të tjera, të cilat ja kanë marrë të gjitha sevapet. Çfarë ja dogji sevapet këtij njeriu? Sevapet ja dogji ofendimi, gjuha e vet. Ai shan, ofendon dhe në përkëmb dinjitetin e njerëzve. Ai me të vërtet përmend emrin e Zotit me gjuhë, po me të njëjtën gjuhë ai përmend edhe fjalë të liga. Muhamedi a.s. thoshte: "Ai i cili është besimtar, ai s'mund të jetë akuzues, ai s'mund të bëj akuzat të pabaza, ai s'mund të jetë mallkues, ai s'mund të jetë njeri i ulët, ai nuk mund të jetë fjalëndir. Ai që vepron këtë punë, ai nuk mund të jetë besimtar." Ky hadith na tregon qartë se adhurimet nuk e shpëtojnë njeriun nëse ai ka shkelur të drejtat e njerëzve. Muhamedi a.s. u tha një herë shokëve të tij: "Betohem në Zot se ai njeri që i merr tjetrit pasurinë duke dëshmuar në gënjeshtër, Allahu e ka caktuar vendin e tij në mes të xhehenemit dhe ja ka bërë haram xhenetin." Shokët e tij e pyetën: "O i dërguari i Allahut, e nëse bëhet fjalë për diçka të vogël, për një mall të vogël?" Profeti ju përgjigj: "Betohem në Zot se nëse njeriu i merr dikujt një shkop të thatë, pa të drejtë, vendin e ka në zjarrin e xhehenemit. Zoti na ruajt nga pasuria dhe haku i tjetrit." Gjithashtu Allahu në Kur'an thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a.
Ne do t'i vendosim peshoret e drejta në ditën e gjykimit dhe askujt nuk do t'i bëhet padrejtësi. Njeriu ka 3 përgjegjësi, ndaj vetes së tij, ndaj Allahut dhe ndaj njerëzve. Secili nga ne fillon me llogarinë ndaj vetvetes. A e kemi pastruar zemrën tonë nga zilia, inati dhe urrejtja? A e kemi ruajtur veten tonë dhe mendjet tona nga gjunahet? A e kemi bërë çdo të mirë që mundëm apo i kemi harruar detyrat tona? Përgjegjësia ndaj Allahut. Kjo është lidhja më e shenjtë që njeriu ka. Namazi, agjerimi, zakati dhe lutjet nuk janë thjesht detyrime. Ato janë mbrojtjet tona kundër haramit dhe mëkatit. Çdo veprim që ne bëjmë duhet të jetë i pastër dhe për hir të Allahut. Përgjegjësia ndaj njerëzve. Kjo është llogaria më e rrezikshme dhe më delikate, sepse kjo shpesh bëhet edhe pa vetëdije. Profeti a.s. ka thënë: Musliman është ai njeri prej dorës dhe gjuhës së të cilit muslimanët janë të sigurt. Çdo padrejtësi ndaj të tjerëve, qoftë me fjalë, me pasuri apo dinjitet, është gjunah që mund ta shkatrojë ahiretin. Allahu mund të falë atë që është mes tij dhe robit, por haku i njeriut nuk falet pa u kthyer apo pa u falur nga vetë njeriu. Prandaj Muhamedi a.s. në një rast tha: O njerëz, kush i ka hir një tjetri në hak, le ta kthej sot borxhin, përpara se të vijë e nesërmja ku nuk ka dinar e dirhem, por vetëm sevape dhe gjunahe. Lajeni borxhet në këtë botë, sepse ato janë shumë të rënda në ahiret. Prandaj, kush i ka hir në hak një tjetri, le ta laj sot borxhin, sepse ne nuk kemi siguri për të nesërmen. Atë ditë sevapet tuaja do të merren dhe do të jepen personit të cilët i keni hir në hak dhe gjunahet e tij do t'i merrni ju. Atë ditë nuk ka kthim, vetëm drejtësi, sevape dhe gjunahe. O Allah, na bëj të drejtë në fjalët dhe veprat tona. Na ruaj nga padrejtësitë dhe nga shkelja e të drejtave të tjerëve. Ashtu siç zbukurove fitirat tona, zbukuroi dhe moralet tona. Pastroi gjuhët tona nga padrejtësitë dhe duart tona nga harami, dhe mos na bëj prej të falimentuarve të ahiretit. Amin. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.